Përshëndetje të dashur shikues, jemi në emisionin Rrëfimi juaj në MCN. Sot ndodhem në teatrin Skampa, një teatr i cili shkruajti histori në artin shqiptar nga shfaqje të shumta të dhëna nga aktor dhe regjisor prestigjos. Këtë emision ne ja kemi dedikuar aktorit të ndier Shpëtim Shmili, kontributi i të cilit nuk ka qenë vetëm në skenën e teatrit Skampa, por dhe në kinematografin shqiptare, duke deputuar role të shumta në filmat shqiptar. Ai u nda nga jeta në vitin 94, 2 ditë para dhënies së shfaqjes së tij të fundit nga një sëmundje e rëndë, por dinamika e tij nuk e bëri të mundur që të kuptohej tek kolegët. Për më tepër, le të ndjekim një insert të përgatitur për të kuptuar akoma dhe më mirë figurën e të ndjerit Shpëtim Shmili, dhe më pas do të rikthehemi sërish së bashku duke dëgjuar rrëfime nga miq dhe kolegë të tij. Ehi, come vai? Buongiorno signori! Ehi! Salute! Salute a tutti! Signor Valeta! Pronto giovanotti? Here's dansi! Oh, dance! Permesso? Me le dama? Basta, Shpëtim Shmili ka lindur në qytetin e Tiranës më datë 15 maj të vitit 1941. Ka mbaruar shkollën e mesme pedagogjike Luigi Kurakuqi në Elbasan nga viti 1953 deri në vitin 1957. Më pas, ka filluar punë si arsimtar për afro 3 vjet, si mësues në Shtërmen dhe Cerrik të Elbasanit. Në vitin 1960, konkuroi dhe fitoi të drejtën për të vazhduar studimet e larta për aktor në Fakultetin Aleksandër Mujsiu në Tiranë. Në vitin 1964, mbaroi studimet me rezultate mjaft të mira dhe po këtë vit emërohet aktor pranë teatrit profesionist Skampa të Elbasanit. Rolet e tij të para në fushën teatrale vinë në vitin 1965 në dramën e Xhemal Brojës, Linda, ku interpretoi rolin e inxhinierit Piros, dhe në komedinë e autorit Viktor Eftemiu, Njeriu që pa vdekjen me sy, ku interpretoi në mënyrë të shkëlqyer rolin e vagabondit, në të cilën veti i madh Viktor Eftemiu e vlerësoi Shpëtimin si një figurë me vlera të mëdha artistike. Shpëtim Shmili ju përkushtua tërësisht teatrit të skenës dhe deri në çastet e fundit të jetës, ai realizoi me 10 figura artistike dhe personazhe, të cilët kanë mbetur në mendjen e spektatorëve shqiptar. Përgjatë karrierës së tij artistike, ai ka qenë një nga figurat kryesore të teatrit Skampa, si aktor, dramaturg, regjisor dhe drejtues, ku interpretoi me sukses mbi 60 role në teatrin Skampa, në komedi dhe drama, të cilat u takojnë pjesëve më të mira të dramaturgjisë shqiptare dhe asaj botërore. Gjithashtu ka interpretuar në teatrin Skampa dhe në role dytësore në fushën teatrale si tek drama Projekti, shfaqur në vitin 1968, drama Shëmbja e Idhujve, shfaqe në vitin 1970, dhe shumë drama të tjera. Në fushën e kinematografisë shqiptare, ai ka qenë aktor mjaft i spikatur, duke interpretuar për atë kohë role përgjithsisht të natyrës së personazhit negativ në filma artistik shqiptar. Në rolin e tij të parë në kinematografinë shqiptare është spikatur personazhi i veçantë Robert Çimçakëzi, interpretuar me pasion nga Shpëtim Shmili në vitin 1968 tek filmi Horizonte të hapura, për krah aktorëve të tjerë të mëdhenj si Sandor Prosi, Robert Ndrenika. Si dramaturg, ka shkruar pjesë të ndryshme teatrale, të cilët janë pritur me ngrohtësi nga publiku artëdashës elbasanës, ndërkohë spikatur drama Fundi një intrige, Zemra shqetësuar, Telashet e një ndeshje, skeçe për fëmijë
Dashuria dhe respekti qytetar ka qenë impulsi më i frytshëm në jetën e tij krijuese, duke mbetur për herë në të gjitha kohrat njeriu model në jetën e një qyteti. Kohrat që ai jetoi, si dhe vdekja e tij e ngujuan shpëtimin në karrierën e tij të lartë artistike. Në vitin 1993, deri në momentin e ndërrimit të jetës, ai drejtoi teatrin Skampa me aftësitë e tij frydhënëse si drejtor. Arriti të vërë në skenë teatrin Skampa. Arriti të verë në skenën e teatrit Skampa të Elbasanit mjaft shfaqje teatrale. Shpëtim Shmili vdiq më datën 17/9/94 nga një hemoragjie me njëhershme cerebrale, 2 ditë para se i të jepte provën gjenerale të shfaqjes së tij të fundit. Shpëtim Shmili ishte një artist që lë pas vetes emrin e një njeriu të mirë dhe figurën e artistit të nderuar të talentuar. Sot, kur po mbushen mjaft vite nga ikja e tij, askush nuk harron sepse ai ka vendin e tij të nderit, që kujtohet dhe nderohet brez pas brezi. Shpëtimi, përse takon domethënë punës artistike, mund të flasin gjithë shokët, kolegët, por ishte aq serios në punë dhe impenjohesh aq shumë sa do t'rregoj një detaj. Ishin betuar që ta bëshin për të qeshur në skenë shpëtimin gjatë një shfaqje. Kur nuk ndodhte. Ka qenë një amator, një tuti Mahmut Tjegulla, që ishte figurant në një shfaqje, kishte një rol të vogël në një shfaqje, dhe ai ishte i ndjerë se ka vdekur dhe është djalë i ri ishte. I kishte flokët kashorela. Ishte domethënë më shumë flokë se sa kokë. Edhe ishte veshur si malsor, kishte qeleshen me të bandanën e kuqe përpara, edhe vjen një moment përpara kishës që Shpëtimi i heq, kishte rolin e priftit, dhe i heq këtë qeleshen këtij, edhe dilshin flokët e tij kashorela. Edhe ky djali ishte thirrur për ushtar, i kishin qetur kokën, vjen këtu dhe i thon vishu, vën shamin, qeleshen edhe hyn skenë. Vjen momenti që Shpëtimi do të hiqte kapelen qeleshen këtij djalit, dhe në vend që shikon të tufën me trëndafila flokët e tij, shikon toçin e tij të bardhë, aty se majti do të më të qeshur, bilesu mbyll perdja me fjalë dhe vazhdo me se pjesën. Kjo ka qenë një ndër të vetmet momente që mbaj mend unë që Shpëtimi domethënë nuk e ka mbajtur dot. Pastaj kam jashtë teatrit kam shumë gjëra për treguar për të. Ishim një herë në turne në Lushnjë. Edhe në hoteleve lozim letra, gjithmonë çfarë do bëj. Edhe ky ishte me një shoqërohesh atë ditë me një shokun e tij që vinte nga komiteti qendror i partisë. E po bëshin të çunat, jo fitove ti, jo fitova unë, kështu do bësh pak rëmuj aty në këto. Edhe Shpëtimi për të mbrojtur domethënë figurën e teatrit thotë, këta futbollistë që kanë ardhur sa shumë që bëjmë. Ishkedi, njëri shumë i madh. Keli dhe Faja, ke prapavia, i thoshte, hajde do ikim se vajtora do mbyllim, këtë të vejo. Ja, s'ka vajtora. Pse? S'ka Shpëtimi. Se Shpëtimi para se tikte, ditë nga teatri, pati se shkon në shtëpi, kthehet aty, merrte 2 gosht, i cop do rast, çai duhesh. Gjithmonë, ata kishin pasur orar, por vite Shpëtimi kishte vajtora për tik, po mos vite Shpëtimi. Këtë gjëra që kujtohen sot, por ka qenë njëri shumë i madh, ka qenë një legjend, ka qenë një ndër kolosët e këtij teatri, kësaj skene, e këtij qyteti, dhe është një nder i madh dhe unë, po gjithë qyteti, domethënë pjesa intelektuale e qytetit, duhet t'ju falenderoj juve për këtë punë që bëni, që fatkeqësisht, jo vetëm këtu në Elbasan, por në gjithë Shqipërinë, domethënë ka një tendencë që ta rrëzoj, ta shëm teatrin siç edhe kanë shëmbur. Regjizori dhe aktori Spiro Duni rrethen momentet më të bukura me mikun e tij të ndjer Shpëtim Shmili, i cili e ka njohur që në hapat e para të karrierës së tij. Edhe pse ai nuk ishte pranë tij kur u nda nga jeta, për regjizorin Duni ka qenë një dhimbje e madhe. Për Spiro Dunin, Shpëtim Shmili do të mbez nga ata të paktë aktor me një komedicitet të frikshëm që nuk përqeshte kurrë figurën artistike. Modestia e tij ka qenë për t'u admiruar
sa më shumë dinte, aq më kokullur qëndronte. Shpëtim Shmili është një figurë e madhe e teatrit Skampa dhe Kinostudios Shqipëriare. Kur merdi lajmi ikjes tij nga jeta, unë isha në Shtetet e Bashkuara. Ishte një bombë e madhe. Mos gaboj, ishte 1994. Shpëtimi me orë në hapat e mia të Vegjilisë në Elbasan, ai ishte mik i ngushtë i babait tim. Babai im duke ndërruar që të bënte mua aktor, ishte lidhur miqësi me të gjithë aktorët e Skampës kryesisht. Pastaj me Shpëtimin u lidhëm shumë kur unë u emërova regjisor në teatrin Skampa. Dhe ai ishte njeriu më i afërt që unë kisha. Ai ishte një kapacitet i madh, kulture. Ai ishte një përkthyes i jashtëzakonshëm, si familje të 3 vëllezërit e tij. Shpëtim Shmili më sugjeroi librat e parë, të cilët ishin të ndaluar, kryesisht Dostojevski, sa harroj që më kam sugjeruar dhe më ka dhënë fshehura si Shpëtim Shmili. Dhe vllai i tij ishte përkthyesi i Dostojevskit që u botua më vonë pas viteve 90. Shpëtimi ishte një aktor me një komicitet të frikshëm, por një komicitet që nuk përqeshte asnjëherë figurën artistike. Domethënë nëpërmjet zbardhimit të dramës që ai luante, pra gjithsesi ai luante atë që ne quajmë halli i personazhit. Dhe komiciteti i tij ishte me një elegancë që rrallë njerëz se kishin. Unë mund të sjell në mendjet e njerëzve qysh filmin e tij të parë që ai ka bërë, i sapo dal nga shkolla, më duket se ishte Horizontet Hapura, dhe i loste rolin e Robert Çamçakizit, që u kthye në emblem të këtij mashkulli që me fjalinë e tij të famshme, Interklub atje Daman X. Edhe të gjithë brezat e shikuesve, e adhurojësve e mbajnë mend Shpëtim Shmilin e madh. Kurse unë teatr pata disa herë, pata dhe asistent, ai ishte një burr i madh me një modesti që pak aktore kanë. Ai ishte vërtet materializimi i rastit kur themi sa më i ditur ishte, aq më kokullur dhe këmbgulës për të mësuar deri në fund të jetës tij, që për fatin e keq të ardashëve, të familjes, e të miqve të tij iku shpejt nga jeta. Gjithsesi, çka lën ai për teatrin Skampa, unë e kam pasur në vepra si dy Krismaparis, qysh në veprën time të parë. Ai loste Sat Pashën. E kam patur më vonë në punat të mëdha, në veprën Sa shumë gjatë të thata të vjesht, me rolin e përkthyesit gjerman, e plot role tjera, Horacike, në Përka. E deri në fund para se unë t'iki nga Shqipëria në 90-ën, ai ka bërë një vepër të jashtëzakonshme, s'ka të ngopur, të një dramaturgu grek, dhe e loste Kristo Florianin. Një energji e madhe, e cila u nda në mes nga një smundje që ai e kishte të vazhdueshme, po që ne kurrë nuk e lexonim në prova që ai gjendje shëndetësore ishte ai edhe kur interpretonte. Besoj që do t'jeti pa harruar për miqt dhe për ata që deshën teatrin dhe kineman. Për aktorin e estradës e Elbasanit, Dimitur Topuzi, Shpëtim Shmili do të mbes një aktor i përmasave të mëdha, dimensional, por shpërthimin e tij e dha në komedi. Interpretimi i tij i parë ka qenë ai me rolin e vagabondit, kur publiku u magjeps nga interpretimi i Shpëtimit, çka ishte një shtys që ai të vazhdonte rrugtimin artistik. Donë se vitet kalojnë, për Dimitrin, kujtimet që ka pasur me mikun e tij Shpëtim Shmilin janë ende të freskëta, ku çdo ditë që do të kalojë në teatrin Skampa, i duket se Shpëtimi do të jetë duke e pritur për të konsumuar kafe në mëngjesit. Ishte një aktor i përmasave të mëdha, si të thosh i gjithë aktor shumë planësh, po më shumë shkëlqeu në komedi. Këtu e filloi janë këtë skenë, me komedinë e parë, me të rolin e vagabondit, ke njeriu që pa vdekje me së Viktor Eftimiov me regjit të madhit Leshlaku. Këtu shkëlqeu në atë rol. Bashkë me Robert Nani, shkëlqeu dhe shkëlqimin e tij e vazhdoi derisa
ndorë jetë. Edhe ke roli I funit, se më mend shifja provat e ati, ka qenë Zoe nga Barcelona. Një rol që ai nuk arriti se unë nda nga jetë, po ishte një krevepër. Që të flasë për shpëtimi ishte një aktor që e kishte zili kushta. Ishte një nga shtyllët, po të themi, të teatrit, s'ka më nuk diskutohet, edhe në kinematografi shkëlqea, me rolet ndryshme. Ishte një aktor që e ndihmonte regjisorin. E merrte tekstin, shtonte nga vetja ati, kishte bashkëpunim shumë të ngushtë me regjisorin dhe të gjithë rolet e tij ishin të spikatura, njëri më I bukur se tjetri. Ishte një aktor, thënë që skenës Elbasanit, mendimin tim, nuk I vjen. Nuk I vjen me skenës Elbasanit, që se u bën gati 30 vjetë. 30 vjetë që është ndarë nga skenë, më nduket edhe sot e kësaj ditë, më nduket se kur në vendin e tuaj ndodhe shpëtime dhe bisedojmë për artin, për kulturën, për problemet që kishte teatri. Pata fatin e keq që nuk pata lujt në herë me atë se unë atë kohë më shumë isha aktori estradës, dhe estrada ishte e veçantë nga teatri dhe nuk pata mundësin, megjithëse rrije për ditë pishim kafe, nuk arritat të luaj bashkë me të parë, ma pa ta lujt skeqet që pa të shkrujt e shkruan të skeqe për estradën, sidomos mos viteve 90, ato 3-4 vjetët e I shkruan të shumë, dhe pa të kënaqësi të lujur roli që I shkruan dhe këshillat e shpëtimit I ligjaje shumë, të ndihmonte shumë në rolet e tij. Aktori I teatrit Skampa, Hasan Bulqari, rrëfen momentet e fundit të shpëtimit. Ai kishte një ankth. Friksohej diçkaje që mund t'i ndodhte atij. Një natë para se të ndahej nga jeta, Shpëtim Shmili ishte duke bërë provat për shfaqjen e tij të radhës. Sipas rrëfimeve të aktorëve, atë natë ai ka shkëlqyer në interpretim, duke bërë që askush të mos dyshonte tek sëmundja e tij. Unë isha në Itali dhe I ftova trupin e teatrit dhe erdhën atje me një komedi italiane. Edhe Astrid Qerma më thot, jeton me shumë përgjegjësi këtë fazë tash, thot, edhe më thot që Astrid thot, hajde ti më shtesh edhe ti kur të marrë ato, se të merrte lekët për të ardhur në Itali, me fjalë të qendra llogaritse. Ti jesh edhe ti thot sepse dua një dëshmitar, thot, se nesër pastaj mund të ndodhë në gjë thot edhe të paktën të kemi dëshmitar. Që ai e vuante akoma, kishte frikë akoma domethënë atë hijen atë asaj që mund të ndodhte. Që për fat të mirë nuk I ndodhi, por për fat keq ndodhi pastaj që na la shumë shpejt. Kjo ishte një pjesë që më rënqethte kur më tregoi Astridi, me fjalë që ai vuante, nuk di se ç'kishte këtë ankth, këtë ndjenjë që mund të ndodhte ndonjë gjë dhe mund të bësh ndonjë gjë fëmijëve. Përgjithësia e tij mund binte mbi fëmijët. E për ambientin, Base. Me që më tregoi Astridi, e një natë përpara se ti ndodhte, domethënë, ndodhte vdekja, këtu ka bërë një provë të shkëlqyeshme. Ka dhënë një provë të shkëlqyer, që është gjërsitur, do të përpunonte akoma. Kështu që kur e morën vesh lajmin të nesme nuk e besonin, sepse mbrëm një natë përpara kishte qenë këtu dhe kishte qenë brillant në punën e tij. Ishte 2 ditë para provës përgjithshme. Ja, unë isha atje, rreshti 2 dhe shikoja. Ishte e papritme, ishin një vdekje paprit, as nuk mendohesh që shpëtimi do në rënte jetë në atë mënyrë. Këtu ishin, këtu ku jemi ullë, kishte Zoe nga Barcelona, kisha rolin e madamës. Ka qenë skenë, ka qenë deri vonë, ka bërë prova. Jo vetëm ka bërë prova, po ka dhënë një provë të shkëlqyer. Ai gjithmonë impenjohesh, gjithmonë ishte number 1, si që thonë në punë, impenjohesh, seriozisht, të gjitha, nuk kishte batuta kot shpëtimi në punë, asnjëherë. Unë vetë, vetëm që e kujtoj, po e quaj veten me fat, e quaj veten nderuar, që kam qenë këtu në këtë godinë me ata njerëz, me ata aktorë, që sot janë nderi vërtet I teatrit kombëtar, teatrit shqiptar.
vetëm i teatrit, po dhe i kinematografisë, Shpëtimi ka pas shumë role në filma. Shumë role në filma. Edhe role të gjinjeve të ndryshme, të karaktereve të ndryshme. Por unë them, inshallah gabohem, aktorë si Shpëtimi, si Astriti, si Demiri, që të mos harroj në një tjetër, Tejceni, Cembiza, nuk i vinë më këti teatri, jo kësaj skene, po të teatrit tonë përgjithësi. Është detyra e jonë që jemi akoma në jetë, detyra juaj të rinjve, që të vini projektorët të ndriçoni këto figura, sepse vërtet janë figurat të ndritura, janë emrat të ndritur në artin kombëtar. Janë emra të ndritur në skenën teatrore, jo vetëm të Elbasanit, po kombëtare. Unë nuk e di sa e njihni ju personalisht, sa keni parë dhe sa me që po studioni për jetën e tij, por nuk është e thjesht të njohësh domethënë një artist të tyre dimensioneve si që Shpëtimi. Regjizori Spiro Duni rrëfen një fragment të një shfaqjeje me aktorin e ndjer Shpëtim Shmili, në përka Lilian Hellman, një rol dhe një interpretim që ende dhe sot mbahet mend nga spektatorët, ndërsa aktorët e teatrit Skampa do ta kenë gjithmonë si një simbol të mençurisë skenike. Ishte i vepër në 89-ën, mos gaboj. Kjo që thash unë në përka Lilian Hellman, ai e lexoi veprën dhe ju duk në ndërtë bëhe sa mandë me të thamo, këte gjetit i për mua këtë rol me 37 batuta, thash unë paske lezuar dhe batuta një dhash, i paske numëruar dhe më thënë, po tha, thash unë Shpëtim, ky rol do jetë roli jo të jetës, sepse për këta shqyre mos ki mëra, besoj të gun, unë besoj të këti, tha, po ti s'pas ke besuar shumë të gu këtë radhë. Me gjithë, roli ishte si që e kisha menduar unë u realizua, a i pati një sukses absolut, me gjithse në madhësi, sepse roli ishte një burri i shtëpisë i cili hynte vetëm në pjesën e dytë. Pra ishte një pjesë e parë tërë 45-50 minuta që ai nuk ishte në skenë. Por mbaj mend që kur përshëndetnin aktorët në fund, isha aktorët kryesor ishin, si me thënë, për nga madhësia rolit, ishin Justina Liej dhe Demir Ryskja. Por kur ai doli të përshëndeste, salla ngriu dhe dorëturki dhe për të mund të kenë qenë 20-25 minuta. Atëherë unë kam qenë rreth 29 vjeç, ai ishte më i madh se unë, sigurisht 50 vjeç. Dhe më tha, atje në qiell ku është ai e mban mend, tha, unë sot dhe tutje do të them mjeshtër. Tash kjo tingëllon pak për Belulin, po e thënë nga një aktor i rangut të tij, ti merrshe krah si regjisor dhe të dukeshin gjërat më të lehta, edhe ëndrat e tua dhe përpjeka për të realizuar ato. Edhe s'ja harroj atë, domethënë. Të tilla nga plot, po nuk vinë në këtë çaste të gjitha në mend dhe nuk besoj se sa interes mund të ngjallin për ata që se njohin. Por gjithsesi bashkosit e tij dhe aktorët e teatrit Skampa do ta kenë gjithmonë simbolin e mençurisë skenike dhe të njeriu poliglot dhe me kulturë përveç se gjuhëve të huaja ishte një kulturë të jashtëzakonshme, do të matesh e mirë ku flisje me të. Kryesisht për letërsinë. Regjizori, komediograf, skenaristi Pëllum Kulla rrëfen kujtimet që ka të mbartura me mikun e tij Shpëtim Shmili, një miqësi që lindi në bankat e shkollës së arteve. Për regjizorin Kulla, Shpëtim Shmili ishte një aktor dy plazh i komedicitetit dhe dramës, ku zbukuronte çdo personazh. Ikja e tij ishte tepër herët dhe shumë e shpejtë. Kam kujtime të bukura, kujtime nga ato që janë shumë të ngarkuara, me shumë mall dhe me shumë lot. Shpëtimi ka qenë në 4 vjetët e kursit tonë, në 4 vjetët shkollore që u diplomuam, kemi qenë bashkërisht tërkohër me tërë hallet e tërë fatet, kemi ndarë bashkë mendime, kemi bërë shaka shumë, kemi shijuar shijet e njëri tjetrit duke i shkëmbyer, edhe
unë kam kënaqësinë të them që kemi qenë një kurs i mrekullueshëm në të cilët yjet e vërtet ishin Shpëtim Shimili, Robert Nanika, Viktor Zhusti dhe janë emra kaq prestigjioz sa zbukurojnë çdo intervistë, zbukurojnë çdo film, zbukurojnë çdo jetë. Shpëtim Shimili ishte një aktor dy plansh, një aktor i humorit edhe aktor i dramaticitetit të thellë, edhe për fat të mirë siç thotë edhe Spiroja, ka qenë prezent në dy shfaqjet që janë vënë në Elbasan me penën time, edhe ku do kish më mirë se sa me një shok të klasës, shok të dashur, edhe me një regjizor si Spiro Duni që unë e vlerësoj mjaft. Mund të them se ikja e tij ishte tepër herët, shumë e rëndë. Ishte një plagë e hapur që rrjedh dhe nuk pushon, edhe unë kam një moshë të tillë që jam më afër nisjes drejt tij, edhe si thuaç për të thënë një frazë poetike që ka vdekje brenda, kam edhe një kënaqësi të shkoj pranë tij. Energjia që Shpëtim Shmili jep të rolit të tij teksa luante në skenën e teatrit Skampa ka qenë tepër e madhe. Nga kujtimet e aktorit të estradës së Elbasanit, Dimitër Topuzi, ai rrëfen se Shpëtimi ka pasur një elegancë në skenë ku publiku qeshte pa nisur ai batutën, jo vetëm në skenë, por dhe jashtë saj. Shpëtimi gjithmonë bisedat me miqtë e tij do t'i shoqëronte me batuta ku dhe sot nuk harrohen. Ja, por janë të balerit e revoltohes, për se kështu ishe njeri i urt. Elegant, elegant në skenë. Kishe qef kur hynë në skenë, spektatori shikonde, e dorë dhe kishte pa fillo fjallet. Ishe shumë elegant, shumë aktor impulsiv në skenë, impulsiv, ja, ishe impulsiv, nuk ta menoje Shpëtimin gjë të flende gjë në skenë, ja, ishe impulsiv, në çdo rol ishte impulsiv. Përgatitës në shtëpi kishe një memorie të fortë, për 2 ditë tekstin e kishë mësuar Shpëtimi. Kur hynë dhe mëllë tekstin dhe punonte me vetën, punonte me rolin. Për thënë, i fuste rolit. Rolin në tekst ishte 30%, 70% dhe fuste Shpëtimi dhe dilte 100%, si të mos dhe në bashkëpunim me regjizorët. Elbasani ka pas regjizorë të mirë, aktor të mirë, ka qenë një plade, shkëlqyer aktorësh. Njëri më mirë se tjetëri, por Shpëtimi kishte vendin e tij. Kishte atë vendin e tij, kishte atë stendën e tij ku rrinte, kishte atë kolonën e tij të fortë, të fuqishme në skenë. Ishte i pazëvendësueshëm, më thash, ishte i pazëvendësueshëm. Është duket sot kësaj dite se kur lum këtu në skenë, kaq nuk më fshihet nga memoria ime portarit i tij. Vash nga atë që komunikonte për shembull me shokët, isha me batuta me kurse familje ishte në rregull, serioz. Kurse kështu ishte i këndshëm, shumë i këndshëm. I pranonte humorin, pranonte edhe shakan, i pranonte gjithashtu si zhbënte me mua se me tjetrin, ashtu i pranonte edhe shakat e tjerë me vet. Dhe ishte një kolos që kishte portretin e tij, kishte stendën e tij, kishte koltukun e tij, kishte gjitha të veçanta të tij, ashtu siç kishte edhe aktorë të tjerë. Ka qenë një pliade shkëlqyer aktorësh në Elbasanit, si më vjen keq po. Sigur nuk është më ajo. Nuk është më ajo. Regjizori Spiro Duni rrëfen një çast të përjetuar së bashku me Shpëtimin që asnjëherë nuk ka për të harruar. Dhe pse ata kishin fituar zemrat e publikut, fatkeqësisht nuk kishin fituar zemrat e krerëve të Partisë Komuniste, pasi vinin që të dy nga familje me njolla në biografi. Momentin më kulminant, ku trupa e aktorëve të Elbasanit do të përfaqësonte Shqipërinë në Korinth, ata janë zbritur nga autobusi në sy të kolegëve dhe dashamirësve të tyre, një çast që asnjëherë nuk u harrua nga ta. Unë kisha të njëjtin fat si ai nëpër filma, se ne ishim me atë palo fjalë që quhej biografi. Se babai i tij kishte qenë në punës administrate në kohën e Zogut, edhe kjo ati dhe mua, unë kisha xhexhana ratisur, kjo na përmandej sa herë që kishte nevojë partia, që mos i thënë që në parti,
dihet se ishte e vetmja ajo, mostra për tjeja punës. Mua dhe atë nga kanë zbritur në 89-ën për e para shkon të Skamba për faksion të Shqipërinë në Korint, edhe autobusi ishte atje, e të gjithë pristin në ato ta shtuqytur pasaporta që i veshin vetëm nga Ministria e Brendshme për kur dohet të dilje jashtë. Mua më kishin thënë dhe ti dhe shpëtimi do shkoni, ka kaluar kjo. Do më duke sikur lufta klaseve ishte zbehur ca, por nuk ishte ashtu. Mua dhe atë në zbritën nga autobusi. Edhe jashtë ishin shumë njerëz, atëre ishin shumë tralla dale të theatrove, dhe njerëzit rrini sikur po përcjellnin një ekip futbolli. Ashtu e trajtuan theatrin, dhe unë dhe ai të fyr, i thash çfarë ndjen ti kur na zbritën, dhe na zbriti së vëndës ministrat brendshëm që ishin atë kohë. Ullën ju, tha ju të dy. E unë thash kam një si djerës të ftohtë që po del nga pas shpëtim. Edhe unë tha një djerës e ftohtë po më del nga pas. Për aktorin Hasan Bulçari, ikja e shpejtë e Shpëtim Shmilit do të jetë një humbje e madhe për artin elbasanas dhe shqiptar. Për të është një fatkeqësi që artista si Shpëtim Shmili nuk u nderuan apo u vlerësuan nga shteti. Çdo artist që largohet nga scena është një humbje. Çdo artist. Aq më tepër një artist si puna e Shpëtim Shmilit. Unë ja thash për rolet, për dimensionet që kishte ai. Komedia e fundit ne kemi marrë domethënë flamurin kombëtar në festivalin e teatrove në Tiranë. Roli i tij, roli i përkthyesit ishte një kryevepër. Vetëm qeshte publiku me batutat e tij. S'ta përkthejom, s'ta përkthejom. Edhe unë nuk e di, mos gabohem, titullin artist i merituar ka marrë mbas vdekjes apo para vdekjes. Dhe kjo është një handicap i madh i qytetit tonë që la pa titull artist si Shpëtim Shmili, Astrid Qerma, Alfonsi nuk e di kur e ka marrë, se ka marrë mbas vdekjes edhe ai, Alfons Ballishi, Shane Shlaku. Janë aktorë të mëdhenj, të asaj kohe ishin, Shania kishte një bukuri, një elegancë, Shpëtimi kishte një potencë, një zë, një elegancë skenike i gjatë, kolos ishte në skenë. Kolos, e doje për dramatik, rol dramatik, e doje për komedi, rol komik, të gjitha i bënte, të gjitha, me një plastik të mrekullueshme. Nuk i mungon asgjë për të qenë një aktor i madh i Hollywoodit, për të pasur atë gjurmën e tij, atë plombën e tij që kanë atje në atë bulevardin e yjeve të botës. Asgjë nuk i mungonte. E megjithatë, nga qyteti i Elbasanit nuk pati një frenim, nuk e di edhe akoma sa tek kësaj dite. Bëje më të njihen këta njerëz. Nderohu, ndërsa nderohesh edhe ti, duke nderuar ata nderojnë veten. E bëshën me shumicë qytetet si Shkodra, si Korça. Fieri kërkoi ta bënte kohët e fundit. Ka pas një mbyllje, ka pas një xhelozi, ka pas një, nuk e di. E megjithatë ka patur një teatr të mrekullueshëm, ka patur një aktor të mrekullueshëm, një trup të mrekullueshëm. E prap nuk e di. Për aktorin e estradës Dimitër Topuzi, teatri Skampa nuk është më si dikur. Mungesa e aktorëve ka sjellur një heshtje në salla dhe skena. Sot, shfaqjet e teatri Skampa mbulohen nga aktorë të Tiranës. Fajtor, Topuzi bën keq organizimin në vitin 99. Në vitin 99, teatri u braktis nga aktorët dhe nuk mbeti asnjë. Sot, kjo sëmundje vazhdon ende. E vetmja krenari, sot për ta mbetet historia e gdhendur dikur nga artistët të teatrit Skampa në artin shqiptar. Aktorët janë këtu tash, ato 3-4 që janë që numëron me kishtet e dorës, janë aktorë të mirë, po. Tash shumicët vinë nga Tirana, që të plotësojnë, se mund të jeti pjesë me 10 vetë, o 2 janë 3, do marrë 7 për ne. Nuk ka Elbasani. Nuk e di se nga erdhe kjo. Këtu kanë qenë vërshoshin aktorët. Sidomos këto amatorët. Amatorët i ngellë hatën kjo se nuk arrinte. Ishin 20-30 amatorë që vishin nga gjimnazet, vishin. Kurse sot, afron, po. Vështirë, nuk e di.
Tash i ka mungesë organizime, po më vetëm organizim është. Nuk e di se të them të lejet Elbasani kështu. Thash është ndarë me flamur në 90-ën, 89-ën. Pastaj ka pasur shumë deri nga 98, 99 teatri që plot me aktor, 99% ikën. Sa u detyruan pas nga strada të marrin pjesë në teatr. Ikën gjithë ikën. Me radhë, nuk kam pse di përmend këtu, po ikën gjithë. Ikën gjithë ngel gjithë piramid, si themi piramid Keopsi me aktor, ngel i Sfinksi i vogël kaq. Sa për të kujtu, tash i rrojmë atë nostalgjinë që kemi qenë dikur, ato që kemi qenë. Jo se nuk janë vend shfaqjet mirë, se unë kam lujtë, domethënë kam 50 vjet që luaj skenë dhe nuk jam shkput nga skena. Jam vëndër, tash i pjesë bukur, apo flas organizimi, unë jam i qikë si të është lokalist, që të pak të tjenë 9 aktor të Elbasanit, një tjetë e pojë. Përse të shi 90 kundër, da. 90 kundër, da. Po dhe më vjen keq se u rrita dhe unë këtë skenë. Erdha 18 vjeç, dhe të shi jem 70 vjeç. Që, Për keq, gjina. Ku këtu kishte këngëtar të mrekullueshëm, kishte aktor të mrekullueshëm, piktor të mrekullueshëm, Fatbard Marku. Një nga skenografët që nuk do të bëj emra, por dhe skenograf që ishin në profesionistën të teatrin kombëtar e druheshin prej tij. E shikoshin çik kështu si me, tash nuk do të bëj emra, por është një potencë. E megjithatë ne kemi këtu bardhën, nuk e na duke sigurisht e zakonshme që kemi këtu. Nesër, inshallah i roj jetë gjatë, se kam shok, e kam mik, por nesër kur mos jetë ai, pastaj ne do të fillojmë të krenojmë me të. Është detyra juaj, thash, detyra juaj. Çfarë bët ju kur bardhën e kishin këtu? Sa bët të mundur që puna e tij të duket? Ai ka një skenografi të një drame që është vënë në teatrin kombëtar, që për fatin e tij të mirë e ka ruajtur në fotografi. Dhe kur e prezantoi e paraqitet në një ekspozitë të tij në Galerinë e Arteve, erdhi një studiues australian. E i tha, më falni, tha, puna juaj është kjo? Tha, po, skenografi i teatri. Po kjo është një mikro e vepër. Studiues australian. Ne, tha, nuk e kemi një skenograf të tillë në teatrët tona. Ne e kemi këtu po përndeshë zakonshme të pim një kafe me bardhën dhe kaq. Vlerësojni, lutem, të artistë, vlerësojni, se duke vlerësuar artistët, vlerësojmë qytetin, vlerësojmë veten. Tregojmë që kemi patur një të shkuar, që të krenohemi pastaj dhe të kemi, si thua, ballin hapur për të ardhmen që do kemi. Përndryshe, kur nuk di nga vjen, nuk di as ku shkon. Është farfaru pak e kjo jetë artistike, sidomos do në shkollë, përpara bash dhe të konkurset e teatrave të shkollave të mesme, ka gjithë të shkollave të mesme. Se aty zbulohen talentet. Se s'ka kush i zbuloj, po s'dolin skene, nuk e ku e shef. Se si është, se si s'është. Kjo, po mo është mungesë organizimi. Mungesë organizimi të jetë Elbasani me 2-3 aktorë. Për më të pakën do t'ishin një 10, që nuk e di, pasaj puna legu dhe 2 begot, po. Për mu do të ketë një bazë të shëndosh aktorësh Elbasanës. Do t'jenë. Pse ka pas për dhëmëtarje, thëmë. Kam dhëmëset, po. Pastaj se thash, bëhen për mjera, bëhet punë, nuk është se bëhet punë fara, janë bëhen dërnë të teatri, po flasjet, t'jetë më mirë, t'jetë i qikë. Të të rrë të flasi zëri Elbasanës, si themi ne. Do e të shifja dhe i herë një aktor si Shpëtim Shmili këtu në skenë. Kush e di, daloj talent që ta zëvendësoj, se për mu deri tani është i pazëvendësueshëm. Donë se është larguar prej vitesh nga Shqipëria, Hasan Bulqari, një pjesë të zemrës së tij, e fsheu në skenën e teatrit Skampa të Elbasanit, nga skena që ai e bëri aktor dhe i fali emocionet më të bukura të jetës,
Por si të shprehet dhe vet aktori, ai kur nuk u largua nga skena. Në çdo ëndër do t'i dilnin shokët, shfaqjet, duartrokitjet e publikut. Hasan Bulçari shprehet se mund të ketë ikur teatri, por jo artistët që e ngritën, pasi të gjithë lanë diçka nga vetja e tyre në këtë skenë. Unë di që kam ikë 91-shin. Di që domethënë artistikisht kam lindur në teatr, edhe kam ikur im larguar nga teatri fizikisht në 91-shin, por fizikisht ama. Se unë edhe për shumë vite aty ku isha, shikoja ëndra se kur isha jashtë aty bulevardi, shokët ishin lart ke salla e mbledhjeve, edhe prap jetoja me zemër këtu, me shpirt këtu. Edhe prap them që nuk jam në larguar, nuk kam ikur. Pasi ka ikur teatri, si teatr. Por artistët që kanë qenë këtu, aktorët që kanë qenë këtu, gjithë ne punonësit që kemi qenë këtu nuk kemi larguar nga ky teatr. Kemi qenë edhe jemi edhe na dhëmp. Dhe kjo është e vërteta, jo vetëm e ime, po e të gjithëve. Shpëtim Shmili, gjithmonë ka spikatur me rolet e interpretuara prej tij. Ai luajti për dashurinë, për padrejtësinë, dyftërsinë, egoizmin. Me mimikat që bëri kaq shumë shqiptar të buzëqeshnin, por që mesazhet që përçonte ishin të vyera. Për familjarët dhe miqt ka lënë një boshllëk që asnjëherë nuk do të mbushet, ndërsa për artin shqiptar një meteor që drita e tij frymëzuese u shua duke I lënë në errësirë.